Të dashur qytetarë të Prizrenit, e tha më shumë se ne ju qëndrojmë brapa e ju mbështesim. Kush punon, fiton. Qytetar më kritikoi, tha për ushtri do të me pas tenka. Të nderuar pjesëmarrës, tenkat kanë munguar në luftën e parë botërore, kanë tepruar në luftën e dytë botërore. Në shekullin 21 tenku nuk është më zgjidhja. Unë e di që Serbia ka jo pak tenka, po veç sa shpenzon për me i mirë mbajt ata, se me sistemet tone anti-tank s'kan që i vynë. Do të krijojmë gjykatën e punës, me qëllim, sa i përket sigurisë, Kosova do të jetë e sigurt nga çdo lloj sulmi i mundshëm. Antarësim në NATO, diplomacisë, njohje nga sa më shumë vende, antarësim Këshillin e Evropës, statusi i vendit kandidat dhe drejtimi që s'ka alternativë Kosova në Bashkimin Evropian. Një forcë politike e mendimit, jo e zhurmës, një shtëpi ku fjala ka peshë, ku digniteti ka vlerë dhe ku shteti ka gjithmonë dhe mbetet gjithmonë mbi secilin prej nesh. Sonte nuk jemi këtu vetëm për të mbyllur një fushat, jemi këtu për të hapur një kapitull të madh, jemi këtu për të thënë qartë se Kosova nuk është e lodhur nga demokracia, Kosova është e lodhur nga mashtrimi, Kosova nuk është e lodhur nga shteti, është e lodhur nga keqpërdorimi i tij.